madhe, vende si Gjermania, shumë vendet fuqishme të Evropës, ndërmarrin masa dhe ndërtojnë skenar të përkeçimit të situatës, atëherë a jemi ne si Kosovë diku të përgatitur, deri ku jemi të përgatitur, edhe a kemi hapësirë fiskale. Do të thonë, kur them hapësirë fiskale, çfarë apetiti ka qeveria e Kosovës që t'i bëjë dy gjëra. E para, ta ndihmoj konsumatorin, edhe dyta ta ndihmoj edhe naftetarin, edhe bizneset, edhe ndërmarrësinë, pa e cënuar tregun e lirë të veprimit, domethënë të kapitalit, të veprimit komercial mes dy palëve. Të arrihet ajo balanca mes dy palëve, në këtë rast qytetarit dhe në anën tjetër të bizneseve. Është pikërisht pra, natyrisht është detyrë e qeverisë, sepse detyrë parësore, kryesore e një qeverie, një shteti është siguria e qytetarëve të vet. E dyta është mirëqenia. Këtu tek mirëqenia do të kemi shumë probleme për shkak se, siç e thash më herët, për shkak se kemi një diskurs toksik publik dhe politik, e ka efektu edhe iniciativat qeveritare për të ndihmuar në këtë drejtim. Për shembull, po i ndjekim me vëmendje diskutimet në Komisionin Parlamentar për Ekonominë në lidhje me krijimin e bordit për